Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Siç e përmendëm edhe herën e fundit, do të vazhdojmë të flasim edhe në këtë temë, sipas renditjes të çështjeve që sjell autori, edhe që kanë të bëjnë me përdorimin e tezbive, apo të ndonjë mjeti tjetër përveç duarve. Sepse autori e shtjellon këtë çështje. Dhe siç thot në parathënien e kësaj teme, thotë që është një çështje që është diskutuar gjatë, gjerë, janë shkruar edhe studime në lidhje me të. Prandaj thotë, unë do të përpiqem ta shtjelloj për të dhënë më pas gjykimin e saktë, thotë. Dhe prandaj e sjell autori të temë në mënyrë të detajuar si në etapat historike, por edhe në argumentet, duke u përpjekur të përfshijë të gjitha argumentet, si ato të sakta, por edhe ato që nuk janë të sakta. Dhe me që përmendëm vëllezër, dietarët kanë një metodologji që keq kuptohet ndonjëherë, kur në librat e tyre, flas dietarët e hershëm, përmendin hadithe të dobta. Dhe muslimani që nuk është thelluar në dituri, mendon se ky dietar ka gabuar këtu, me që solli hadith të dobët në librin e tij. Për shembull, Imam Buhariu, që kush ishte Imam Buhariu, ishte kurora e dietarëve, imami i tyre në fushën e hadithit. Përveç Sahihut të tij ka dhe libra të tjerë. Dhe në këto libra të tjerë sjell edhe hadithe të dobta. Një nga këto libra të tjerë, libri Al-Adabul Mufrad, që kemi shpjeguar këtu në këtë xhami. Por shumë dhe dietarë të tjerë, Tirmidhiu, Abu Daudi, Nesaiu, Ibn Majah, Imam Ahmedi në Musnedin e tij e tjerë. Atëherë, pse i sjellin këto hadithe, pse i përmendim, pse i shënuan ato librat për mbledhës të haditheve të tyre dhe më pas i dhan umetit? Pse i përmenden ndërkohë që janë të dobta? Arsyeja është se po ta mbani mend, e kemi përmend edhe te libri Adabul Mufrad, se kur dietari ta përmend ty hadithin me zinxhirin transmetues të tij, ai e ka realizuar amanetin. Ja hadithi, ja dhe zinxhiri, aty e ke gjykimin, thotë. Dhe në brezat e hershëm, kur dituria ishte e madhe, e gjerë, tek shoqëria, xhamati musliman, kjo ishte diçka më e thjeshtë se ç'është sot. Sot neve, jo vetëm xhamatet, por edhe ne si xhallar, po nuk pam një gjykim të dietarit, qoftë i hershëm apo bashkëkohor, poshtë hadithit profetit alayhis salatu wasallam, ne nuk dim të japim gjykimin, edhe pse aty e kemi para syve tan zinxhirin e hadithit. Kjo për shkak të dobësisë në dituri, që ka ardhur sherrull pas sherrulli deri në gjendjen që jemi sot. Prandaj dhe autori këtu i përmend, por një tjetër dobi është se dietarët i përmendin hadithet e dobta për të treguar ty që ajo pale dietarëve që argumentohet me të hadith dihet se ky që ka i dobët, prandaj kujdes. Janë argumentuar sepse kanë menduar hadithin të saktë, por më vonë, mbas studimeve më të hollësishme të zinxhirit transmetimit e tjerë, apo nga njerëzit më kompetent që janë për të folur për të çështje, kanë dhënë gjykim të kundërt dhe kanë treguar që hadithi është i dobët. Pra nuk është gabim. Jo çdo herë është gabim i dietarëve kur përmendin hadithin e dobët. Gabim është në atë rast kur dietari ose çdo kush, hoxh për shembull, në rrjetet sociale sot për shembull gjejmë plot që përmendin hadithe dobta. Nuk po themi për ato të trillumet, ato janë akoma dhe më keq. Po të dobta, përmendin hadithe të dobta, e din që është i dobët, dhe nuk ja tregojnë xhamatit, o vëllezër, ky hadith që ne përmendëm,
kuptimin e ka të bukur, por është i dobët. Pra nuk mund të ndërtojnë mbi të gjykime. Pastaj, a lejohet veprohet me hadithin e dobët apo jo? Kjo ka kushte dhe ka fjalë midis dietarëve. Çështja jonë që sjell autori, Allah më shërof dhe e merr nga kronologjia tani, historike, punën e të zbive. Thotë përdorimi i guralecëve apo bërthamave në kohën e profetit alayhis salatu wassalam. Dhe këto janë analogji apo të zbit bën analogji me guralecët dhe bërthamat. A janë përdorur në kohën e profetit alayhis salatu wassalam apo jo? Janë përdorur për madhërimin e Allahut, për të bërë dhikr, për subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah e tjerë. A janë përdorur apo bënin me duar, me gishta dhe me këto monzat që përmendëm? Thot autori, dihet thot se në kohën e profetit alayhis salatu wassalam xhamiat nuk kanë qenë në atë mënyrë dhe në atë gjendje që janë sot. Përveç në disa xhami thot që mund gjesh në disa fshatra të thellë në tradicionin arabik që ndoshta kanë mbetur thot siç kanë qenë atëherë. Pra xhamia thella në atë shkretëtir etj. Dhe dihet thot që xhamiat në atë kohë, pra në kohën e profetit alayhis salatu wassalam, kanë pasur si shtroj guralec, pra rër me gura të vegjël. Ai që ka qenë relief i atij vendi. Dhe njerëzit thot i përdorin këto guralec, këto gura të vegjël, që gjendeshin në xhami, për të goditur ndonjë fëmijë të vogël që po bënte zhurmë në xhami. Pra mund të ishte dërguar falaj, fëmia e tij po bënte zhurmë, po shqetësonte të tjerët, pra në vetes merrti guralec dhe ja hidhte. Ose edhe kur si ishte në falje, për ta si shenjë kritike për fëmijën që të pushoj. Ose thot, pastaj thot, në kohët më pas, në kohën e Benu Umejeve, pra që sunduan dhe drejtuan umetin atë kohë, falësit në xhami, xhamati, i përdorte këto për të ja hedhur ndonjë udhëheci apo khatibi që nuk i pëlqente. Pra kur thoshte khatibi apo vinte në një drejtues që nuk e pëlqeshin, ja hidhshin. Jo se bësh gjithmonë, po qëllonte, pra, se autori ka për qëllim tregoj se në kohën e profetit alayhis salam ka pas guralec në xhami. A janë përdorur? Po, janë përdorur për këtë gjë. Pra, për çështje që s'kan të bëjnë me adhurimet, por për këtë gjë. Dhe dihet thotë që nga udhëzimi i profetit alayhis salatu wassalam është bërja e tesbive me monzat me duar, dhe kjo është përcjell me fjalë prej tij, me veprën e tij, e dyta, dhe me miratimin e tij, me fjalë ka thënë. Me vepër e ka bërë, me miratim, sahabët e bënin në prezencë të tij dhe ai heshte. Pra, gjë që tregon se është në rregull. Se po mos ishte në rregull, do e kritikonte, do e ndryshonte kjo. Dhe thot më pas autori, Allahu më shëroft, a ka ndodhur thot në kohën e profetit alayhis salatu wassalam që dhikri të numërohej me guralec apo bërthama? Përmenden guralec dhe bërthama sepse të ishin sendet, si themi, më prezente në atë kohë. Bërthamat e hurmave dieshin, guralecët në tokë. Duke a ka ndodhur në kohën e profetit alayhis salam dhe se kjo çështje ka të bëjë me shumëllëshmërinë e mjeteve për të bërë dhikr, pra mund ta bësh me duar, mund ta bësh me monza, por mund ta bësh edhe me guralec dhe bërthama. Pra ka ndodhur diçka në kohën e profetit alayhis salam dhe nëse themi po, atëherë i bie që është thjesht një shumëllëshmëri e mënyrës së numërimit të dhikrit, apo ka qenë vetëm në të njëjtën me të njëjtën mënyrë, me të njëjtën gjë. Them, thot autori, nuk saktësohet që
nuk sartësohet diçka për ligjësimin e numërimit të dhikrit me guralec apo bërthama. Dhe hadithet që vinë në lidhje me këtë çështje, pra përdorimin e guralecëve apo bërthamave, janë 3. Njëri prej tyre thotë është maudu' i trilluar, pra i shpikur, që s'e ka thënë fare profeti alayhis salam, dhe as sahabët. Por e kanë trillu njerëz dhe kanë shpit vetë. Për njerëz të tillë ka thënë profeti alayhis salam, "Man kadhaba alayhi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Kush do një për mua qëllimisht me vetdije, e shpit hadithin me vetdije, i ka përgatitur vetes karrige apo vend qëndrimi në zjarr, vend ndenje në zjarr. Pra, ai e futi veten e tij në xhehenem për shkak të veprës të këtij trillimi, shpitje fjalësh që bëri për profetin alayhis salatu wassalam. I pari është hadithi e Abu Hurajres, dhe ky është maudu, pra i trilluar. I dytë është hadithi Safijes, gruas së profetit alayhis salatu wassalam, bin Huyej radhiyallahu ta'ala anha, dhe i hadithi i tretë është hadithi Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe në këto hadithe thot, i pari është më trilluar, nuk merre për bazë fare, as nuk ja vlen as ta analizojmë, s'ka dobi. Kurse këto dy të tjerë thot, ka fjalë përsa i përket zinxhirit transmetues të tyre, zinxhirit përcjellës, nga profeti alayhis salatu wassalam deri tek dietari që e ka shënuar në librin e tij dhe më pas nga ky libër e ka marrë ummeti. Hadithi i parë thot, nga këto dy hadithet që kanë dobësi në zinxhirin transmetues, është hadithi Safije bint Huyej, gruas së profetit alayhis salatu wassalam. Dhe ky hadith është se Safia radhiyallahu ta'ala anha thot, hyri tek unë një herë profeti alayhis salatu wassalam dhe unë kisha para vetes 4.000 bërthama, 4.000 bërthama, me të cilat bëja tasbih, pra numëronte tasbihun. Pra ndoshta thoshte 4.000 herë subhanallah apo 4.000 herë alhamdulillah e tjerë. Profeti alayhis salatu wassalam i pa dhe tha, o bia e Hujejit, pra e thiri me babajnë e saj. Çfarë është kjo? Pra kjo gjë që ti po bën dhe ky numër bërthamash. Ajo tha, usabbihu bihinna, bëj tasbih me to. Profeti alayhis salatu wassalam i tha, qad sabbahtu mundhu qumtu ala ra'sika akthar min hadha. Dije thot se unë kam bërë tasbih më shumë që nga momenti që u largova nga ty. Kam bërë tasbih më shumë që nga momenti që u largova nga ty. Thot Safia, ma mëso o i dërguari i Allahut. Profeti alayhis salatu wassalam i tha, quli subhanallah adada ma khalaqa Allah. Subhanallah adada ma khalaqa Allahu min shay. I lavdëruar, i lart madhëruar është Allahu sa numri i krijesave të tij, sa numri i çdo gjëje që ai krijoi. Dhe numri i krijesave të Allahut është o ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, dhe nuk e din numrin e ushtrisë së tij vetë ai. Nuk e din. Sepse është krijim madhështor. Dhe më pas sjell autori e analizon zinxhirin transmetues të tij dhe thotë se është hadith se në zinxhirin e tij ka problem. Pra ka persona që apo në zinxhirin e transmetues të tij ka probleme. Sepse po t'i hyjmë po ta përmendim shkojmë gjatë dhe është një fushë që na duhen njohuri tjera për ta kuptuar pasaj analizën. Dhe më pas kalojmë tek hadithi i dytë. Në fund të hadithit do përmeni pasaj autori një rezume të këtyre dy haditheve dhe të kësaj pike. Që ishte hadithi Sa'd ibn Abi Waqqasit radhiyallahu ta'ala anhu. Thot, erdhi profeti alayhis salatu wassalam, shkoi një profeti alayhis salatu wassalam
tek një grua dhe pa që ajo mbante në dorën e saj bërthama dhe tha profeti dhe me të cilat ajo bënte tesbih me këto bërthama. Pra i përdorte për numërim. Siç përdoren tesbih sot me ato ruazat, për numërim. Profeti alayhi salatu wasallam i tha: "Ala ukhbiruka bima huwa aysaru alayka min hadha wa afdal?" A do të tregoj ty se çfarë është më e lehtë dhe më e mirë për ty se sa kjo gjë? Dhe ja mësoi profeti alayhi salatu wasallam duke thënë: "Subhanallah adada ma khalaqa fis sama, subhanallah adada ma khalaqa fil ard, wa subhanallah adada ma khalaqa bayna dhalik, wa subhanallah adada ma huwa khaliq, wallahu akbar mithlu dhalik, walhamdulillah mithlu dhalik, wala hawla wala quwwata illa billah mithlu dhalik." Pra, i lartë madhëruar është Allahu sa numri i krijesave në qiell. I lartë madhëruar, i lavdëruar është Allahu sa numri i krijesave në tokë. I lartë madhëruar, i lavdëruar është Allahu sa çka ndërmjet tyre, ndërmjet qiellit dhe tokës. I lartë madhëruar është Allahu sa numri i krijesave që ai i krijoi, tani në tërësi. Pastaj thua Wallahu akbar njëjtë si kjo, pra Allahu akbar sa numri i krijesave që ka në qiell e tjerë. Pastaj alhamdulillah, pra alhamdulillah sa numri i krijesave që ka në qiell. Pastaj edhe për fjalën la hawla la quwwata illa billah. Njëjtë si kjo tha profeti alayhi salatu wassalam. Dhe thot më pas autori, dhe për të dy këto zinxhir të hadithit ka fjalë. Thot më pas autori, në përmbledhje themi, në përmbledhje të këtyre, kurse hadithi i trilluar, cili është hadithi i Abu Hurajres, e përmendim si tekst, sepse mund ta ngjoni, mund ta lexoni diku dhe ta dini. Thot, përcillet nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam bënte tesbih me guralec. Këtë se ka thënë Abu Huraira, sepse hadithi është i trilluar dhe sahabët nuk trillojnë hadith, audhu billah. Janë njerëzit më besnik. Por hadithi i shpikur, i trilluar nga njerëz dunjeshtar. Dhe i përmend autori, siç është në zinxhirin e tij Abdullah ibn Muhammad ibn Rabi'a, që ka pas menakir, fjalë të papranueshme, transmetime të papranueshme, të refuzuara. Por gjithashtu është edhe një transmetues tjetër, Salih ibn Ali an-Nawfali, që nuk njihet gjë për të, nuk dihet gjë për të. Pra është i panjohur. Dhe të dy këto gjëra ndikojnë tek zinxhiri i hadithit. Si rezume, në përmbledhje, thot autori, të këtyre dy haditheve, i Safijes dhe i Sa'd ibn Abi Waqqasit, themi se të dy këto hadithe e mbështesin njëri tjetrin në kuptim. Pra edhe pse në zinxhirin e tyre ka fjalë, prap e mbështesin njëri tjetrin. Prandaj thot, edhe nëse e marrim si të mirëqenë se janë të saktë. Pra e zejmë se janë të saktë, dakord. Se mund viti kush i përdor si argument, dakord, po e pranojmë si të saktë. A tregojnë të hadithe ligjësimin e guralecëve, bërthamave apo tesbihve në dhikr? A përmbajnë diçka të tillë në kuptimin e tyre apo jo? Thot autori. Përse e bëret hadithit të Safijes, ku profeti alayhis salam i gjeti dhe ajo tha kisha 4000 bërthama me të cilat të numëroja dhikrin tim, dhe profeti alayhis salam i tha: "Ma hadha, çfarë është kjo?" Thot autori se kjo lloj formë pyetje në gjuhën arabe ka kuptimin e kritikës. A nuk të themi dhe në një herë kur duam kritikojmë një veprim apo një fjalë të dikujt, themi çfarë po bën? Çfarë është kjo? Dhe nuk jemi për qëllim pyetjen që të dim çfarë po bën ai, por jemi për qëllim kritikën e asaj që po bën, ose asaj që tha, çfarë po bën, çfarë thua? Apo jo? Është edhe në gjuhën shqipe një formë e tillë kritike me anë të pyetjes. Dhe kjo është forma. Gjë që tregon thot, prandaj profeti alayhis salatu wassalam e orientoi atë të diçka më e mirë, pa ja e kritikoi për atë dhe e orientoi tek diçka më e mirë, dhikri që ai bëri, që i tha dhe që ja mësoi Safijes. Njëjtë thot
siç është edhe istighfari më i mirë, Sayyidul Istighfar. Istighfari më i nderuar, më i lartë. Që profeti alayhis salam, pra format e istighfarit në të ligjezuara janë disa. Njërën për tyre profeti alayhis salam e veçoi ndër të tjerat. E veçoi ndër të tjerat. Dhe në shadithi Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani ana abduk e tjerë deri në fund. Prandaj thot, në këtë hadith nuk ka argument dhe nuk kuptohet për ligjësimin e tesbive, guralecëve, bërthamave apo të tjerave të ngjashme apo që përdoren sot për numërimin e dhikrit. Hadithi i dytë, hadithi Sa'd ibn Abi Waqqasit, që tregon se profeti alayhis salam pa një grua në dorën e të cilës kishte bërthama me të cilat numëronte tesbihun që bënte. Dhe i tha, do të tregoj ty për diçka që është më e lehtë dhe më e mirë se kjo që po bën. Dhe i mësoi atë dhikr që përmendëm më parë. Kjo fjalë e profetit alayhis salam më e mirë dhe më e lehtë, a mos ka kuptimin se kjo që po bën ti grua është në rregull, por unë do të them diçka më të mirë. Ja, sepse ndonjëherë që lloj forme fjalie në gjuhën arabe ka kuptimin e që vetëm kjo është më e mira. Dhe jo se ka dhe diçka tjetër që është e mirë, por jo kaq sa kjo. Por vetëm kjo është forma që duhet bërë. Dhe kjo është më e mira, forma që duhet bërë. Siç është fjala e Allahut subhanahu wa taala, Allahu khairun amma yushrikun. Allahu është më i mirë apo ato që adhurojnë krahas tij? A përmban kjo formë që Allahu është më i miri, por ato janë të mirë, por Allahu është më i miri. Se Allah subhanahu wa taala tha, Allahu është më i miri, khairun amma yushrikun, apo ato që pra këtu nuk bëhet fjalë se kush është më i miri, Allahu azza wa jalla apo idhujt. Jo. Nuk bëhet se i bit nëse pranojmë të gjë i bërë shirk madh. Por këtu kuptimi është se vetëm Allahu është më i miri. Dhe nuk ka të mirë krahas tij. Por çdo gjë tjetër është nën të. Krijesë e tij, i dobët, që ka nevojë për të e tjerë. Apo fjala Allah subhanahu wa taala, ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarr wa ahsanu maqila. Atë ditë banorët e xhenetit do të jenë në vend qëndrim më të mirë. Kjo fjala më të mirë, mos ka kuptimin se do të jetë vende tjera që janë të mira, por jo si ato të xhenetit. Ja, nuk është ky kuptimi. Në gjuhën arabe ndonjëherë kjo formë fjalie ka kuptimin se vetëm ky është vendi i mirë. Dhe kjo për të shprehur madhështinë e atij vendi, vlerësime për atë vend. Njëjtë edhe fjala e profetit alayhis salam kur i tha, a do të mësoj ty diçka më të mirë? Pra, a do të mësoj ty më të mirë, që është të vetmen të mirë. Të vetmen të mirë në këtë çështje dhe i mësoj atë dhikr. Se i përmendëm të hadithe, sepse mund t'i lexojmë, mund ta vi dikush nesër, në një sufist, me rruzat mëdhaja. Kur qesh një herë në Turqi, në Konya, dhe hyra te xhamia, ajo nuk funksiononte më si xhami, sepse ishte mbushur me 50 varre mrena. Jo në borë, mrena në vendin në falës xhamisë. Po alhamdulillah të partën që ishin bëjt mirë, i gjetë mirë se nuk lejonin të falesh. Jo është, edhe pse aty ishte xhami që bëhesh peligrinazh, ndërkohë që nuk lejohet peligrinazhi, vetëm se në 3 xhamia, në Kabe, në xhamin e profetit alayhis salam dhe xhamin Aqsa. Dhe jo në të tjera. Pra, nëse shkon në Turqi për ta parë si vend dhe me atë viziton xhamin, kjo është tjetër gjë, lejohet. Por ti është enkas për xhamin, kjo është formë peligrinazhi që nuk lejohet pastaj. Dhe
Klobori xhamisë ishin ca dhoma, të vogla, të ngushta. Të mbyllura, nuk funksiononin më, por ishin si pjesë e muzeut të xhamisë. Në ato dhoma kishte tesbih. Rruzat e tesbihut, sa të them, ishin sa 2 grushat e mi. Po. Aty qëndronte muridi, dervishi, 40 ditë pa dalë. As në xhami për të falë namaz me xhamatja, që është detyrë ta falë, ja? Dhe për të bënte vetëm dhikr me këtë lloj tesbish të mëdha që i bita kravash me 2 dur. Ato rruzën, aq e madhe ishte, pra shi çfarë exagjerimi. Prandaj them, thot, jo them po, si thot Imam Shafiu dhe të tjerë, që kush rri me sufistët nga mëngjesi deri për yla apo nga dreka për ikindi, apo 40 ditë, nuk i kthehet më mendja. Pra çmenesh si ato. Te ato ka çmenduri, valla. Ne kemi fol prej çmendurive të tyre. Allahu i drejtoft. Dhe aq që them prashive bëshin tesbih, sepse mund vinë njerëz tillë nesër pas nesër, edhe apo siç para ca ditësh pash në YouTube një klerik në veri të Shqipërisë që foli për vlerën e një dhikri. Dhe foli për të në frymën sufiste. Jo në atë frymë që e kanë trajtuar dietarët që nga brezat e parë, më të mirë e deri sot, por në frymë sufiste. Dhe gjatë trajtimit apo përmendjes së vlerës së këtij dhikri, futi edhe tesbih. Dhe çu përpiqen ata kur nuk janë në ambientin e vet, jo vetëm sufistë, por çdo bidatçi, përpiqet ta fusë atë helmin e tij pa e vënë re. Si son një shprehje, fusin helmin në mjal. Pra, mjali është i mirë i ëmbël, pa aty mrena është ajo që të shkatron ty. Pra ti e ndëgjon ligjëratën e tij, gojë ëmbël, bukur, butë, e tjerë, dhe i merr tesbih në fillim, i nxjerr aty para dhe në fund thot, ja për të. Ja për të. Dhe ajo që ngel tek muslimani i thjesht ndjen në bazë as mënyrës se si e trajtoi ai vlerësim për të lloj mjeti. Vlerësim për të lloj mjeti. Dhe tesbih të sufistët janë shumë përhapura. Do të gjesh për atyre që edhe egzagjerojnë përdorimin e tesbive, për ambas numërimit me tesbih edhe i puthin tesbih. Kemi parë, unë personisht kam parë në xhamia tona që i shenjtërojnë, i mbajnë si diçka të madhe, sikur kanë në duar Kur'anin, që nuk është gjë tjetër vetë se një mjet, dru, metal apo çfarëdo gjë tjetër qoftë. Prandaj përmendim edhe këto hadithe që i fiksojmë që nesër pas nesër nëse na i thot dikush, thot ka thënë profeti alayhis salam, ja hadithin nga Safia, ja hadithin nga Sa'd ibn Abi Waqqas, apo i dëgjojnë nëpërmjet rrjeteve sociale, apo i lexojmë, e tjerë, sepse jo vetëm njerëzit e të vërtetës e përhapin atë, por edhe bidatçin e përhapin bidatin e tyre në të njëjtat rrugë. Nuk do të them njëjtat mënyra, sepse mënyra jonë është tjetër gjë, mënyra e tyre është tjetër gjë. Elusim Allahun subhanahu wa taala të na japi dituri në fenë e tij, na japi përqendrim në sunnet, na ruaj nga devijimet dhe bidatet e çfarëdo lloj qofshin ato. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.